është plazhi më ekskluziv që ka Shqipëria. Plazhi i Boshinit mbas shpinës time, do t'ju tregoj me detaje, bëhet fjalë për një prej komplekseve më interesant që Shqipëria ka, natyrisht edhe më të shtrenjtë, por edhe më të frekuentuar, shumë rrallë mund të gjesh vend. Duhet të rezervosh për para, shpeshherë duhet edhe për plazhin, edhe për vilat private. Në fakt, plazhi është më shumë në përdorim të vilave. Shiheni këtë plazh. Është plazhi i Kep Merlit, plazhi në veri të Ksamilit, vetëm pak kilometra nga Ksamili, është plazhi thash më ekskluziv që ka Shqipëria, sepse është i gjithi i mbyllur, mund të hysh vetëm përmes prenotimit dhe është me rër të bardhë identik si plazhet tropikale, edhe uji është turkuaz, në do zbrez dhe poshtë ju e tregoj, me gjithë të drejtimin këtej ku janë pjesa më private e kabanave, me molin ku është edhe pista e helikopterit dhe me të gjithë zonën e plazhit. Tash është plazhi më i bukur, po unë do t'ju e tregoj pak nga afër, se është më interesante. Unë jam këtu në pjesën e restorantit. Shifeni, kjo tavolinë mund t'jetë nga tavolinat më të bukura që mund t'gjesh në gjithë Shqipërinë. Tavolinë me pamje direkt mbi këtë det fantastik, qoftë dhe tavolina tjetër. Tani do eci përmes restorantit, do zbres tek plazhi dhe do kthehem t'ju tregoj dhe rrugët e shtëpive. Me këtë drejtim këtej. Edhe restoranti ka i gjithi këtë pamje. Shihni se çfarë pamje ka mbi plazh. Pa kjo është pjesa e restorantit. Kjo është pjesa tjetër, jam duke ecë tani, t'ju tregoj, shiheni thash mas shpinës time çfarë mrekullie ka. Si mund t'jetë një det kaq turkuaz, e do marr rrugën poshtë për të ecur në drejtim të plazhit. Shiheni si është plazhi. Shiheni, është absolutisht duket si parajs. Dhe duhet ecësh gjithkohon në mes të luleve. Është spektakël ta shohësh. Tani dielli është në këtë drejtim, po kthehem në anën tjetër. E gjithë zona është e gjelbruar. Shiheni. Është rigjelbruar, edhe beach bari është i vendosur mes gjelbrimit të ri. Do shkoj deri te deti të tregoj pak sa turkuaz është uji. Kjo është pjesa e këmbësorëve, edhe pjesa tjetër. Pjesa e beach barit. Edhe pjesa e beach barit është shumë e bukur. Se ka lot mirë? Mirë. Më bëhet qefi, faleminderit. Rrafsh. Kjo është pjesa e barit, e plazhit, po mundohem të eci që mos fiksoj njerëzit. Vetëm për të parë cilësinë e ujit. Shiheni çfarë kthjellësie ka deti. Shife. Kjo është pjesa e kabanave, tash sipër janë vilat që do t'ju tregoj tani. Pjesa më e bukur është plazhi. Është i gjithi, ndoshta plazhi më i bukur i kësaj zone dhe i pari i bërë me rër të bardhë në të gjithë këtë zonë të Ksamilit. Është i pari që përpunoi gurin për ta bërë rër të bardhë. Edhe shumë privat në kuptimin ka shumë pak njerëz. Është gjithmonë pjesa e barit.
Këtë pjesë. Po shkoj tani të tregoj pak pjesën e sipërme, pjesën të shkoj pak të shoh pjesën e vilave dhe pjesën e molit. Ikim? Pjesa. Tashi duhet me pa pjesën e vilave. Bëjmë një xhiro vetëm midis vilave tek rrugica. Është pjesë shumë e bukur dhe pastaj përfundojmë te moli. Shiheni plazhin më shpinës tim. Sot si ka mundësi të jetë kaq i bukur. Është e gjithë zona e gjelbëruar. Shumica e pushuzve janë turistë huaj, përfshirë dhe njerëz nga më të famshmit, shqiptar apo nga bota, flas shqiptar që jetojnë jashtë nga bota, që janë klientë të rregullt të Kep Merlit, si është rruga. Çdo gjë është e rregulluar me mure të rregulluara. Dhe gjelbërimi është nga më të intensivët që ka gjithë zona, është i natyral dhe i ri bërë i gjithi. Është ri pyllëzuar, se të thuash. Duhet një bagi për të lëvizur në rrugicat e brendshme. Është rreth ka një sipërfaqe të madhe, por nuk di të them eksaktësisht sa hektar është e gjithë zona. Tani po hym në pjesën që lëvizin vilat. Do ta kthej që të shihni vilat. Shofë pjesën e vilave, janë të gjitha private, nuk mund të hysh me makinë deri tek vila. Vilat prenotohen, kryesisht janë me prenotim, ja dhe pjesa e vilave. Dyert. Edhe gjelbrimi i vilave është i rrallë, i bërë nga ekspert që janë marrë me gjelbrimin dhe në zonën e Korfuzit. Është e gjithë pjesa. Përballë është edhe një nga vilat e mëdha, që është vila ku ka ndenjur edhe Ivanka Trump me Jared Kushner gjatë vizitës tyre në Shqipëri. Është vila e madhe në fund të kësaj rruge, po është dhe vila që ju a kam treguar edhe një herë tjetër, në fakt, e kemi bërë dhe me dron. Shiheni se si janë. Kjo është vila ku kanë ndetur Ivanka Trump dhe Jared Kushner, tash nuk po hy më. Këto janë vilat e tjera private, të gjitha me pamje nga deti dhe asnjë vil nuk sheh vilën tjetër. Po të shihni, dhe kjo është rrugica kryesore prej nga vjen. Shihni se si janë vilat në dy anët e rrugës, me një hyrje. Çdo vil ka pishinën e saj private. Tani do shkojmë për të parë pak pjesën e molit. Pjesa e molit është shumë e bukur. Është vërtet shumë e bukur. Edhe këtu po ndërtohet njëkohësisht dhe një prej vilave më të bukura që ka Shqipëria, por që nuk e them dot emrin e personit që e ka për arsye të privacy-s. Shkojmë tani të vazhdojmë deri tek pjesa e vogël e molit, edhe e vendi ku ulen helikopterët. Vendi ku ulen helikopterët. Kështu që të vazhdojmë tani. A ka ndonjë vilë që s'është e rezervuar që mund ta shohim? Janë të rezervuara të gjitha. S'ka asnjë vilë të pa rezervuar që mund të shihni një model vile. Por do kthehem prapë tek pjesa e molit dhe të tregoj plazhin. Tash është plazhi më ekskluziv që ka Shqipëria. Kep Merli ka nisur rreth viteve 2003-2004, kur e mori zhvillimin më të madh gjatë kohës së pandemisë. Nuk ka më shumë se 20 vila, në mos gaboj unë, të ndërtuara. Rreth 20 vila për të ruajtur privacy-n, është i vetmi vend me këtë intensitet ndërtimi në Shqipëri. Pra mi sipërfaqe për ndoshta, nuk e di sa, ndoshta 300.000 metra katror, që ka vetëm 20 vila për momentin, ku përfshihen dhe 3 vila super luksoze, 3-4 vila super luksoze, pra nga më të bukurat Shqipërisë si vendodhje.
Ju kam treguar ato në video dhe gjeni në kanalin tim në YouTube, për t'i parë, ndërkohë që është resorti që ka pistë helikopteri dhe një mol të vogël kryesisht për barkat, jo për jahte të mëdhej. Kjo është pjesa ku vinë makinat, deri këtu mund vishë makinë, tani gjithë rruga përpara është rrugë që lëvizet vetëm me bagi. Thash dhe njerë që qelprimi shkruaj vepër. Personazhe shumë njohur kanë qëndruar këtu, madje është bërë viral fakti që një prej futbollistëve të Interit i propozoi martesën këtu të dashurës tij, dhe video bë virale në atë kohë. Këtu ka qëndruar dhe Carla Bruni, së bashku me Nicolas Sarkozyn, ish president në Francës dhe këngëtarja e njohur franceze, ka qenë po ashtu, thash, Ivanka Trump, disa herë Dua Lipa qëndron gjithmonë në këtë resort, ku ka ndërtuar dhe një vilë që se tregojmë dot, është pjesë e kompleksit. Dua Lipa ka publikuar shumë herë nga kompleksi, ka publikuar video dhe foto, kalon këtu pushimet verore dhe vjen shpesh. Vila saj duhet jetë një nga më të bukurat, fakt, në gjithë resortin. Tani po shkojmë tek pjesa e fundit, që është pjesa e molit, ku janë edhe disa nga kabanat private, që janë vendosura në anë. Ja dhe pista e helikopterit. Është okej këtu. Pra kjo është pjesa e helikopterit, kjo është pista ku ulen helikopterët, ka raste që një helikopter pret në ajër, që t'ulet helikopteri tjetër. Shifeni. Pistat e helikopterit. Kjo është pista e helikopterit pra këtu. Ndërkohë që këtë anë është moli, mund të zbresësh për të shkuar. Ja, si që shihni, pra, janë varka kryesisht të parkuara, jo jahte të mëdhej, dhe pjesa aty pastaj është pjesa e kabanës, një prej kabanave, vazhdojnë kabanat, gjithashtu shihni çfarë kaltërsie ka ujë në këtë pjesë, është shumë e bukur fakt. Cape Merli, plazhi më i bukur që ka Shqipëria, më ekskluziv paktën se i bukur s'do doja ta përdorja vetëm, më ekskluziv që ka Shqipëria mbas shpinës time në fund, dhe të gjitha vilat, siç po i shihni, të vendosura këtu, në këtë pjesë, edhe vilat, ja ku janë vilat e vendosura përballë, pra në pjesën e sipërme, janë vetëm 20 vila që nuk ndërhyn fare në pjesën e natyrës. Thash, është nga komplekset, ndërsa këtu është vila e famshme Aquila, në më të bukurat që Shqipëria ka, që imiton bunkerët. Ju kam treguar, e gjeni në kanalin tim në YouTube dhe Aquilën, e keni të plot. Ndërkohë, nga Cape Merli, kjo ishte pjesa e plazhit dhe resortit pa hyrë në vilat.